Kështu ki shkrujt. Në Ballkan, sidomos ndër shqiptarët, maqedonasit dhe serbët, shumë kriminal dhe hajdut shfaqen fetar. Shpesh e përmendin Allahun, Muhamedin a.s. ose mbajnë një kryq të madh në qafë dhe bëjnë bamirësi. Nuk jam psikolog, por ama mendoj se punon në vetdia e tyre, sikur e shpjegon Thomas Harris, te unë jam okej, ti je okej. Ose është një tentativë me korruptu Zotin, të paktën ashtu ata mendojnë. Interesant është kjo, po. Qëre, ata ani pse bojnë pun të liga? Po. Dhe, qëre, është një thonje, një mendimtar francez ka thonë, edhe sikur mos të ekziston të Zoti, edhe sikur mos, se ai konfirmon ekzistimin e Zotit, edhe sikur mos të ekziston të Zoti, njerëzit do ta kishin krijuar një. Të se di, fetarisht ta qëndron kjo thënje, po nëse analizon fell, do të thonë na në vetdije kemi nevojë për Zot. E qartë. Edhe këto që bojnë vepra tilla, që bojnë kryq të madh dhe bojnë vepra të liga ose poston ditë ajete edhe shkon në xhami. Unë mendoj që këta nën vetdije punon nën vetdia e tyne, se qëre ajo kriza shpirtënore e prek secili njeri. Edhe këto, sidomos këto që e kanë vdekjen afër. Secili njeri synon me gjetë rahati shpirtënore. Secili njeri. Unë mendoj që edhe këta njerëz, sikur të kishin pas mundësi me punu dikush me ta, bëvë ki i lajnë edhe pun të këqia. Dhe bon ma të mirë, Milo. Bon ma të mirë, po. Ka raste tilla plot. Po, ama ata që bojnë kështu edhe, ama ka dhe tillë që manipulojnë. Po, edhe manipulojnë, edhe mundohen ata me e korruptu Zotin. Kjo nuk dhes, ki parasysh, kjo nuk dhes, ama tentativa e tyne është me korruptu Zotin. Pse? Se që, unë e po shkon xhami, do të thonë, nuk kam nuk jam unë bashkë edhe i keq edhe kriminal, edhe. Ka dhe ma fal Zoti mua se unë postoj hadith dhe postoj ajete. Edhe kjo më shumë lënd për çto psikologët atë, ata ndoshta kishin ditë me definu pak më mirë, mi dhoni një përkufizim shkencor të kësaj, ama na si lajek i komentojmë zhvillimet atë, se neve na vret kjo. Si shumë mirë si fenomen atë. Po, si fenomen e këtë shumë mirë kryqi, no, kupton se unë ceka që shumë fillim që edhe të muslimantë, të marrësh. Për shembull nëse e sheh serialin El Chapo, edhe Narkosin, unë i kum po këtë epizodat, shumë shfaqet kisha katolike aty, kryqi, prifti. Domethënë ata janë kanë shumë të lidhur me kishën. El Chapo para se me dal, hin kish, hin kish, çdo epizod e ki tu dal pikë kish. Unë filmin nuk e kum po, po një di biografin, kum lezu për biografinë e tij. Ai ka qenë njeri një pej bamirësve më të mëdhaj. Edhe Pablo Escobari, po. Një bota. Bamirësve. Për Pablo Escobarin, për Escobar. Ai ka qenë një pej bamirësve më të mëdhaj që një bota. Domethënë, edhe aksionin policor kur e kanë bërë për arrestimin e tij, domethënë ata kanë pas shumë telashe me faktin se për herë kur kanë pas aksionin, populli e kanë mbrojt. Pse u kanë për ta njëri shumë i mirë, shumë bamirës. El Chapo, pse ka ekzekutu, pse ka masakru njerëz në to qelit e ti në shpe. E kalon njerëz me pa prindër jetim në sen, edhe... Qëre, njerëzit nuk e din këtë. Nuk e din këtë. Që ka thonë edhe... Ma qëre, e ka thonë populli mu, se so mu stjeki me drejta, ma faraonin e mbush barkun. Qartë. Që ka? Fetaria më fjashve, që kjo pra. Shumë mirë edhe sqaru. Ama kjo veç në Ballkan ndodh kjo. Edhe në Rusim do këtë ndodh. Nuk e di pse, të shumë... Qëre, ama unë mendoj që edhe populli ka fajt, shambull, tash, njerëzit që kanë shku në xhami më herët se na kallëzojnë, për para shambull, tipa t'il s'kanë në xhami. Si ka ba muhabet kërkosh. Tash për ju baj muhabet, për ju shërcënojmë, për ju thurim lavde. Kjo është e keqa. Keqa vjen për të na mas pari, se në nuk kina guximin me distancu këta njerës. Në thonë, ti, duke ki vendin xhami, ti pa kërëja, den. Për jam në stajmë. Po dhe, bile ka i herë edhe në saft par. Ama jo, qëre, është rasti... është rasti edhe duhet mu diskutu kjo. është edhe rasti në historinë e pejgamberit kur ka pranuar Islamin, njëri prej asaj Paris
Kurajshve, apo, tash s'po di cili është. Edhe ilustrativisht, kur ka shkun me gjliset pejgamberit, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, qëre ti rreq aty, me hartin rend parë, në grupin e parë, do shumë e kalu. Ti sa damin e ke bo neve, tash po do me njerën në saft parë, nuk shkon kjo punë. Se di, a Ebu Dhehri, ngjarja është shumë e popularizuar në historinë islame, ka qenë cup, mafiash, vjedhës, karavanat i ka vjedhë, dhe më thonë, bësh gangster o kon kriminal. Edhe kur hip në atë murin, s'pe din ngjarën se s'jam hoç, kur hip në atë murin e dëgjon një besimtar tu fal kur thot a ka ardhur koha me u kthi Allahu. E di si rast, po. Si rast, po. Edhe çajo e prek në zemër, i leket punë tek xhia. Po. Mas disa viteve bot imam i Qabës, dietar i madh. Ama ka punuaj. Çau kon pendim i sinqert. Qëre, se cili njeri në bot, besoj, mendoj që ka qef me jetu në paqë, në harmoni. Manda, Ajo jetë i stresit. po, vallaj. Kur se do atje. Jo.